Tani hyje, gjeni pak kë kemi të ftuar sot. Ajo është luftëtarja e hënës shqiptare. Dhe në fakt, përveç se luftëtare e hënës, është një show girl, moderatore, ish banore e Big Brother VIP Albania dhe së fundmi dhe aktore. Do thoni ju kush është? Dea Vjeri! Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Ç'është luftëtarja e hënës? Luftëtarja e hënës pse? Sailor Moon pra, ka qenë Ka qenë filmi vizatimor i preferuar, edhe jam rritur me atë dhe kur kam hapur llogarinë time në TikTok thash, normalisht ka qenë ajo periudha e Covidit dhe nuk doja të vendosja emrin tim, edhe pse s'isha në ekran, po postoja budalliqe, kisha kështu për Dhe tash pse jo, mos të dal me emrin tim luftëtarja e hënës dhe pastaj ngeca me atë. Dhe më pëlqen luftëtarja e hënës. Ke bër lufta në jetë, Dea, për të arritur deri këtu? Me hënën. Shpirti im e di se sa jam lodhur. Lufta e fundit ka qenë në një film, së fundmi e shfaqur si aktore. Pse kjo zgjedhje pikërisht se je distancuar pak nga televizioni? Po, për të provuar edhe një gjë të re. Unë e dua shumë kinematografin, kam bërë pak teatr në Shqipëri, kam bërë pak teatr edhe kur kam bërë studimet e mia, jo në Shqipëri jashtë, po që nuk e kisha provuar ndonjëherë këtë botën e filmave, meqense më erdhi mundësia thash why not? Pse jo? Sidomos si goca Monikës. Tani nuk më erdhi mundësia si goca Monikës në fillim. Si fillim më erdhi thjesht roli im dhe unë nuk e dija. Për të tjerë se më ka rënë skenari në dorë më ka rënë herët, shumë herët, që në fillim fare. Po që edhe kur e mora vesh pastaj tash okay, edhe më mirë. Më pëlqen, kështu që Tani si shkuan xhirimet? Kishte ndonjë skenë të cilat dhe kishte më shumë vështirësi se ne producenti i filmit Klevisi na tha që Dea ishte një super aktor. Po tani çan ndodh prapa skenave është pyetja e vërtet. Jo, mua më kanë shkuar mirë xhirimet, se edhe nuk jam tip që dua t'ja u vështirësoj punën të tjerëve, njësoj se siç nuk dua që të tjerët ma vështirësojnë punën mua. Isha në bashkëpunim shumë të mirë edhe me regjisorin apo asistent të regjisorin. Mendoj se vajzat e tjera kanë patur probleme më të mëdha në film se sa unë. Sorry girls. Cila vajza? Tani Dea na i thuaj emrat. Jo, po për shembull, me aq sa kam dëgjuar, kam patur më shumë vështirësi për të punuar me vajzat e tjera se sa me mua. Cila kishte pyetja, jo çfarë probleme Sorry Rea, po. Se Rea është pak nga që është edhe model dhe do të jetë perfekte në çdo gjë dhe i kam thënë, je shumë e bukur dhe dukesh shumë bukur në çdo moment, po njeriu ka komplekset e veta dhe gjen jo po një gjë këtu, jo po një gjë aty. Po Monika? Me çdo yll. Monika shumë mirë, easy fare. Diva, vet, ishte, domethënë i vinte shumë natyrshëm sepse kishte edhe këtë rolin e një gruaje të pasur dhe të fuqishëm në film. Që ka dhe në jetë reale? Po vete po bëj një orë atje xhirime, jam vetja ime në përditshmëri dhe po vete prapë në shtëpi. Dea, tani ne të pyetëm te premiera e filmit dhe ti nuk na e thesh shumën. Shqiptarët duan të dinë sa është paguar Dea Vjeri te filmi me fat. Vetëm lekë. Çdo gjë këtu rrotullohet më Tani bëjmë shqiptar që më. Nuk kam marrë asnjë lek për film. Akoma. Kaq bujar, akoma. Thash kur bëre kaq bujar. Ju duhet të keni dëgjuar rreth rrollit që filmi është bërë me shumë vështirësi financiare. Me kredi, e tha Monika. Po, është marrë një kredi nga kompania e filmit, garantor ka dalë Monika, kështu që sa ti shlyhet kredia Monikës, nuk besoj se kam për të parë ndaj lek. Mbyllë një kredit, mbuloj një kostot, pastaj ato. Mos ka thënë ta bësh me tag në Instagram. Jo, zemra ime, unë shumë time e kam në medjetime, thjesht po pres pak momentin e dur i duruar i fituar. Jo me lek, ta japim me klerin, me klerin. Nuk ka lek kesh të thata kam bërë shumë një garazh në motor, kam bërë shumë shpenzime. Do të aty për asgjë tjetër, vetëm lek. Lek i thatë. Tani ti ke bërë një deklaratë se e lidha direkt me lekët, dhe ke thënë që shumë vajza të showbizit shqiptar i kanë të dashurit në kërkim nga Interpoli. Dhe u kuptua që ishte për çështje lekësh. Tani po mirë. Na thuaj një çik ato emrat. Dgjoj, jo, unë nuk mund të them asnjë emër specifik se tani po të hysh të kërkosh në lajme edhe dalin sa emra vet kush ka pasur të dashur. Po kështu telefoni të rapas si e the këtë deklaratë. Me thënë, shikoj, ky të tregoj këtë historinë e kësaj deklaratë. Se mos të kapin në rrugë shumë. Që kur mora në fillim këtë telefonatë që më thanë kjo është tema e nesërme, duke diskutuar me dashurin tim, se unë bashkëtoj me dashurin tim dhe i thashë do ikin nesër do them këtë. Jo tha ama se do ma ngecin mua, do them kjo e ka dashurin e vet dhe ja u thot të tjerave. Jo, i thashë kam ndërmendje që do ta them.
Edhe thash deklarata shkoi, po unë mendoj se thash një të vërtet. Nuk mendoj se kam bërë të paktën më sa kam dëgjuar, më sa kam parë. Kemi dëgjuar edhe ne, po ishte ti e para që e the me zë të lartë. Tani unë nuk më mbaj barku, nuk më mbaj barku. Tani çfarë ke parë? Se the kam parë, përveç se kam dëgjuar. Dua të di çfarë ke parë. Nuk A janë këngëtare, a janë politikane? Kur Këto janë pyetje për nxjerrje ideja. Për shembull, kur isha te Top Albania Radio me Nishe, un kam bërë një deklaratë kot pa lidhje, kemi qenë duke diskutuar veshjet e personazheve të famshëm në një red carpet, duke qenë ose çmimet Oscar ose Grammy, nuk e di nga këto. Edhe ishte një vajzë ose grua që nuk kishte veshur fustan dhe ishim të diskutu ka veshur të brendshme, s'ka veshur të brendshme, edhe jeni pastaj jo po ti a del ndonjëherë pa të brendshme, po thash fresk fare me të brendshme. Po nuk e gënjur, kjo është realiteti. Zoti ma, pastaj thash mos, apo si isha edhe aty në fillimet e mia, thash ndoshta nuk është mirë thash ta nis kështu me këto budalliqet që Po mirë, besoj që rehat është. Që është pres fare. I qëndroj asaj që them deri në fund. Hiqni brekët njerëz, hiqni brekët. O zoti ma, sekreti një jetë të bukur. Jam këto mesazhe. Thën kjo nga dikush që nuk i përdor asnjë ditë e jetës. As breka su tjena. As breka su tjena. Jo, edhe unë. Po, janë Publiku i pëlqen personazhet që janë të vërtetë, se jemi lodhur nga këto që janë falso dhe janë shumë të kornizuar. Prandaj unë dua të pyes tani për një tjetër deklaratë që jo ti ke bër, po ka dalë nëpër portale për këto vajzat e ekranit të cilët frekuentojnë shpesh burgjet. Dolën dhe inicialet atëherë. Ti di gjë? A di gjë, unë, po di mërë si s'di, se unë me këta njerëz jetoj. Me këta habuk. Çfarë të kanë thënë ty ata? E bëjnë për bukën e gojës? Apo kam problem me ligjin, mos i kemi rënë kokë. Jo, më është biznes. Është biznes. Duam apo nuk duam ne, domethënë prostitucioni është një lloj biznesi që është A shumë i gjallë. fitohet mirë? Është shumë i gjallë. A fitohet mirë thotë kjo, të marr trut. Punoj vetë dhe të them, po të punoja do të Jo, duke parë shkaqe do të shaq, që konsideroje të pëlqen as të pëlqen. E di pse e pyeta. Jo pyeta fitohet mirë se duke parë ti në mënyrën e jetesës që kanë këto vajzat me cilat ti jeton, punon habuk. Nuk e di, vetëm mbase, përderisa me thënë të drejtën të çohesh nga shtëpia, të vishësh ka pardisesh, të vesh të takosh atë tjetrin që është atje në burg është mundim i madh. Po, e vërtetë. Transportin e mundson burgu Leku duhet të jetë i madh. Deja transportin e mundson burgu apo? No, pse nuk jam profesioniste. Më thuaj edhe një gjë, kush paguhet më shumë nga këto nga profesioni, moderatorët, këngëtarët? Opinionistet, ato këndojnë. Po, influencers. Për të më një çik tani kemi kush paguhet më shumë për kategori Për këtë profesion po flasim. Për vizita burgu. Unë mendoj se po ti je i shkëlqyer në çdo fush paguhesh mirë. Po ti je i shkëlqyer. Për ndryshe do hash të rrimet që lën të tjerët, se s'ka çfarë më bë. Gjë, domethënë ekzistojnë të dyja fenomenet. Po, të dyja. Dhe kjo është normale për një shoqëri. Ama unë besoj që realisht ka vajza që kanë punuar fort dhe kanë bërë. Jo, patjetër, se nuk janë të gjitha. Jo, shiko se çdo komente, jo, po patë nëse ti je vajzë në Shqipëri dhe ke pak lek, njerëzit mendojnë kjo është kurv. Po, e vërtetë. Do të Jo, thua. Njerëzit kanë thënë gjëra më të rënda këto dera, kështu që ndihu e lirë. Okej, dhe mua më bezdis shumë kjo gjë, se duke patur parasysh që unë vetë kam ardhur nga një familje shumë e thjeshtë, babai im ka qenë emigrant, mamaja ime ka qenë shtëpiake pjesën më të madhe të jetës. Edhe mua shqyr Zotit më ka sjell jeta, kam patur edhe shumë ambicie, kam qenë edhe shumë luftëtare. Luftëtare hënë. Që të bëja 5 lek për veten time, edhe përderisa unë e kam arrirë, normalisht që unë besoj që edhe të tjerat e kanë arrirë. Madje jo aq sa unë, po edhe shumë më shumë se sa unë. Bollu morë me të tjerët Dea se duam të merrem një çik me ty. Me zemrën tënde. Me dashuri. Bë pak intime këtë gjë. Si je Dea në dashuri? Si ndihesh këtë periudhë jetës tënde? Se përmendë pak më përpara që bashkëton. Kam gati një vit e gjysmë që bashkëtoj. Unë është hera e parë që ndihem mirë dhe rahat në një lidhje, zakonisht më bëhet shumë më mbytës tjetri dhe unë jam njëri që kam nevojë për atë hapësirën time, kam nevojë që okay, dal kaloj mirë, të dua shumë, po që e di si është puna tani kam nevojë të rinja 2 orë vetëm se më lodh prania e të tjerëve. Jam kurioze vetëm për diçka, shpenzimet a i ndani? A i ndajmë në shpenzimet? Kush e paguan Qeran? Paguan ai. Po drita ujë? Asnjë gjë. Edhe drita ujë paguan ai. Po buk në shtëpi? Tani shumicën e kohës. Ai. Po dhëtime. Ai. Po prisni.
prisni se duket kështu sikur unë Ajo lekët i bën kam bërë fotot. pali kam bërë lekë të thata aty në shtëpi. Nuk kam arritur aty jo. Tani shumicat e shpenzimeve po qëran edhe ujë drita i paguani dashurim. Ndërsa për ushqimin si një vajzë gentile që jam dhe dua të tregoj mirënjohjen, ti pagove qëran po të paguaj 4.000 lekë një krep, e kupton? Edhe gjëra të tilla. Balanca në fund të ditës. Do të thonë shpenzoj edhe unë, nuk është puna se pres që i dashurim të mbulet gjitha 10% të shpenzimeve i mbulon ti. 90 i mbulon ai. 20 të lutem, 20. Po mirë, unë i shpenzoj lekët e mia për këto gjërat e mia. Sa tani do dal, do vishem, do bëj udhime. Të paktën këto do t'i them aty më paguaj ti udhimin tim, se fundi fundit vet po ikë, e kupton? Tani Kur ikë të dyrt tjetër gjë. Je xheloze Dani në lidhje? Unë hy në lidhje me besim 100%, ama gjën më të vogël të shikoj, bëhem me sëmurë psiqike pastaj. Dhe bëhem shumë e vështirë. A kthesh dot pas pastaj apo qëndron? Jo, mua po toksike. një jetë qëndroj, nuk në momentin që ti më pyet besimi vetëm një herë unë nuk bëhem njeri. Nuk bëhem ajo, shumë e vështirë. A është kjo bashkëtesa më e gjatë që ke? Po, bashkëtesa më e gjatë që kam patur. Edhe kisha edhe goxha kohë që nuk kisha një lidhje kaq stabil. Edhe jam e lumtur për veten time. A bën kështu skena xhelozie? Apo thjesht thua shikoj? Skena xhelozie jo, po që jam shumë nevrike. Edhe kjo është një gjë që më gjë që ke bërë një gjë frikshme. Po ja kam ulëritur, kam bërtit, kam. A ke hedh rroba nga balkoni apo jo deri aty? Nuk kam hedh, po për shembull, jo, për të thyer nuk thyer, po bëj kështu. Hedh rroba nga dollapi, do iki, do bëj nga shtëpia. Bën kështu si histerike. Edhe ai tani ma ka mësuar që e kam një çik ato 15 minutëshin tim, pastaj tërhiqem. Ditë kërkoj dhe falje. Shumë. Okej, kjo është gjë e mirë të paktën. Pasi eskalon, kërkon falje. Balanca në jetë. Tani koka e falur nuk pritet edhe ai nuk ka çat thoj se kur vete kështu po të të bëj shkret. Ja, bën ti punë shtëpie? Do thoste një plak që është duke na ndjek tani për shkakun. Pak, shumë pak. Pak deri në as pak. Zakonisht kam një zonë që më ndihmon ose më ndihmon motra ime ose më marr edhe një shoqe dhe i them, "Hey, apo vim po bëjmë pak punë të shtëpisë me 1-2-3 orë dhe pastaj po dalim po ham një drek të mirë." Përpiqem që ti bëj kështu. Domethënë gjithë punët e botës, më nxjerr jashtë të punoj 14 orë, nuk kanë kohën, punët e shtëpisë kam vdekje ti bëj. Po, me gatimin si ke raportet ai gatuan aty? Kur jam e lumtur gatuaj. Nëse më gjej në gjendje të mirë, për shembull nuk kam asnjë hall, asnjë problem, asnjë gjë për të bërë, kam mbyllur punët e mia, shtëpia është e pasur, rrobat janë të sistemuara, them ç'a do bëj tash? Do gatuaj. Ke hallall ta gatuaj një pjatë pasta. A keni plane për të ardhmen, për dasëm, për të zgjeruar mbase familjen tuaj, për një shtazani për shembull. Një bebus. Po tash qefi ma ka për një luftëtare të hënës vogël. Po që është shumë e vështirë. Është e vështirë. Do nuk je gati ende? Nuk të zgjerosh familjen dhe jo me 100, po me një fëmijë. Se do të zgjeroj të marrë me 100. Tani 2 mase i kemi. Për fëmijë, vetëm kur të bëj shumë lek. E kam ndarë mendjen, domethënë që unë nëse nuk arrij atë gjendje financiare që unë të ndihem rehat me veten time, nuk besoj se kam për fëmijë. Edhe ndoshta duket pak kështu që do të është okay, është okay. Fëmia rritet vet, jo kokë nuk vlen më koka për 2 ka dhe për 3. Ja, ato që rriton vetë si përfunduan. Ja ku jemi këtu. Leku, pastaj fëmia dhe të tjerat.